Përshëndetje të dashur, në këtë video do të shpjegoj orën, pra se si lexohet ora në gjuhën gjermane. Pra, sikur që e dim, lexohet ora në dy mënyra, edhe atë në mënyrën formale, pra formale çka nënkupton? Formale nënkupton pra kur lexohet ajo në institucione, në shkolla e kështu me radhë, kurse informale pra ose umgangssprachlich që quhet gjermanisht, pra ajo është në të folurit e përditshëm ose në të folurit bisedor, pra e thjesht ndërmjet njerëzve. Edhe atë tash pra si i thojnë orës. Orës i thojnë Uhr ose kur lexojmë orën i thojnë Uhrzeit, pra die Uhrzeit. E tash e kam titulluar ashtu, pra die Uhrzeit einfach erklärt, nënkupton thjesht e shpjeguar. Pra do të mundohem që ta shpjegoj sa më qartë që ta mësoni më lehtë orën, sepse nuk është edhe shumë e thjeshtë, pra për ta mësuar. Pra do ta shpjegoj sa më thjesht. Pra sa është ora, kur e pyesim dikë, themi wie spät ist es. Pra ka dy mënyra për t'i pyetur njerëzit se sa është ora, ose dikë ta pyesim. Pra është ose wie spät ist es, ose wie viel Uhr ist es, ato do të hasim edhe në përfaqe tjera. Pra kur jemi te Uhr, pra anësh, këtu i kam sqaruar tash se si i emërojmë pra fjalët e orës, edhe atë Uhr pra është ora ose Stunde, mund edhe Stunde pra, por ne lexojmë si Uhr. Pra pastaj minutën janë minutat, halb nënkupton gjysmë ose 30 minuta, kur ta lexojmë ato do ta shihni edhe më qartë se ku e përdorim halb. Viertel nënkupton çerek, pra 15 minuta. Sekunden janë sekondat, sekunden lexohen, pra s-ja lexohet si z. Nach nënkupton pas, pra 15 minuta kur i kalon ose 5 minuta kur i kalon, dhe vor kur do me thonë është para se me arrit në orë të caktuar. Do me thonë 15, kur kemi edhe 15 minuta që të bëhet ora 10 ose 11, varësisht pra prej orës, kur ajo pra rreh. Umgangssprachlich pra është në këtë faqe e shpjeguar ora, edhe atë tani shikojmë orën, pra prej 1 deri në 12, edhe atë pra kur është ora e plot, themi es ist 12. Shembull, se më përpara do me thonë në videot më hershme i kemi mësuar numrat, pra deri në 12, kurse ora i ka pra 60 minuta, prandaj deri 60 duhet t'i dim numrat për orën, sepse në mënyrë formale pra lexohet deri në minutin e 59. Prandaj, kur kemi të kaluara 5 minuta, të themi se është ora tash 1:05 minuta, se tani orën aty e keni në mes, për shkak që nuk mund ta lëvizi orën, do me thonë është ora dikun 1:42 ose 3. Këtu në foto, do me thonë të themi se është ora 1:05 minuta, atëherë duhet ta keni parasysh në mënyrën informale, pra të thjesht ose umgangssprachlich, njëherë lexon minutat e pastaj ora. Atëherë themi kemi 5, do me thonë se ka kaluar të njëshi, pra i kemi 5 minuta, 5 nach, që nënkupton se është 5 minuta të kaluara nga ora. Pra i kemi 5 nach 1. Pra 1:05 minuta, në vend se të themi 1:05 minuta, sikur ne që e themi, do me thonë në gjuhën shqipe, por në gjuhën shqipe nuk kemi një mundësi të tillë që të lexojmë ka e prapa, por duhet ta mësojmë nëse duam ta mësojmë pra leximin e orës në gjuhën gjermane. Pra prandaj aty shkruan 5 nach, pra te njëshja, pra te njëshi. 5 nach, çka nënkupton, pra kemi 5 minuta të kaluara. 5 nach 1. Kur kemi 10 minuta të kaluara, e themi 10 nach 1. Dhe prandaj aty është nach që nënkupton se prej minutës së parë nga 12 deri te minuta e 25 e përdorim mbas secili lexim të minutës këtë fjalën nach. Pra kemi 5 nach, 10 nach, viertel nach, viertel e lexojmë te treshi 15 minutëshën. Do me thonë, nëse kemi një çerek ore të kaluar nga ora, pra minuta, nëse kemi të kaluara, themi viertel, njëherë lexojmë pra minutat e pastaj orën. Pra viertel, një çerek dhe nach, i themi fjalën dhe pastaj orën. Pra viertel nach 2. Kurse
2 është faktikisht ora, Viertel janë minutat. Pra kemi 1 çerek ore të kaluar. Kur jemi te 4 kemi 20 minuta të kaluara, atëherë themi 20, pra duhet ta dim numrin se si lexohet, 20. Pra 20 nach 2. Dhe kur jemi te 5 kemi 25 minuta të kaluar, atëherë e lexojmë si mund ta lexojmë edhe si 25 nach, pra 25 pas, por te 5 minutëshet, do me thonë, kur jemi në gjysmë te 6 jemi halb, që nënkupton gjysma e orës, kurse kur jemi te 5 minuta para gjysmës dhe te 5 minuta pas gjysmës, atëre kjo nah edhe foa, pra para edhe pas, këto pra atëre i ndrojnë vendet. Pra 5 minuta para gjysmës, pra te 6 është gjysma, 5 minuta para gjysmës, atëre merr foa, kurse 5 minuta pas gjysmës e merr nah. Dhe me gjithë to foa dhe nah përmendim edhe halb, që nënkupton gjysma e orës. Pra si do ta lexojmë atëherë? 25, do me thonë 1:25 minuta, atëherë nuk e lexojmë 25, po themi 5, pra e lexojmë 500 si 500, 5 foa halb, që nënkupton para gjysmës. Pra ju keni 5 minuta para gjysmës së dyshit, sepse ora veçmo, do me thonë, kalon nga dyshi, do me thonë veçmo e ka kalu 1:30, vetëm tash u drejtu mo ka dyshi, prandaj tani e lexojmë mo dyshin, e jo mo 1 orën. 1 e lexojmë vetëm kur japim nah fjalën, kurse kur e lexojmë me foa, atëherë faktikisht mo shkojmë ka dyshi, prandaj atë ajo lexohet edhe si 5 foa halb, pra 5 foa halb 2, se tash kemi dyshin. Kurse 35 që është e 5 nach, sepse nah nënkupton pas, ajo veç ka kaluar 5 minutat të 7, pra ku kemi 35 minutshin, dhe me thonë kemi 5 nach, 5 minuta pas gjysmës, përsëri halb. 5 nach halb, atëre sa 2, sepse përsërimi te dyshi. Tash kur jemi te 8 kemi 20 minuta para, e tash vlen kjo të përmendet. Do me thonë 20 foa 20, njerë e lexojmë 20 minutshin, 20, dhe pastaj në vend se t'ja japim si që dham në anën e djathtë, nah e japim foa fjalën, që nënkupton para. Pra 20 foa 2. E tash gjithnjë pra e përdorim mo 2, sepse ajo kalon ka dyshi. Pra tash nuk e kemi mo 1, që sikur që e lexuam shembull 5 nach 1, por tash kemi 5 vor 1, ose 10 të 10, 10 minuta, do me thonë 10 minutën vor 1, nënkupton 10 minuta para dyshit. Pra 10 vor 1, Viertel, pra përsëri çerek, vor 1 dhe 20 minutën vor 1. Pra ta dim kur e përdorim vor dhe nach. Pra shpjegimi është i qartë, mendoj unë, është i rëndë në fillim për ta kuptuar, po mendoj se në vazhdim do të keni edhe fazë të tjera që do të përsëriten dhe mendoj nëse e ndjekni me vëmendje që do ta mësoni deri në fund të videos. Përsëri këtu pra me fjali, ashtu sikur që e lexova tash në mënyrë të thatë, do me thonë vetëm duke i shpjeguar nach, foa, halb, si lexohet gjysma e kështu me radhë, tu përsëri i keni në mënyrë tabelare, por edhe më të qartë atë që e shpjegova do me thonë vetëm me fjalë, por dhe me shpjegime, por këtu edhe me fjali. Do me thonë, ato që thash pak më përpara, nëse duam ta dim ose ta pyesim dikë se sa është ora, themi wie viel Uhr ist es, sa është ora, ose wie spät ist es. Përsëri e ka të njëjtin kuptim pra. Die Uhrzeit auf Deutsch, informel, përsëri umgangssprachlich, pra e njëjta, vetëm se vazhdon edhe më thellësisht të shpjegohet. Nëse themi është përsëri ora 2, tham pra fix ora 2, es ist 2 Uhr. Ose es ist 2 vetëm. Edhe Uhr po mos i theni, vetëm t'i thoni 2, nënkupton pra se është ora 2. Pra, kur jemi te njëshi, es ist 1, është ora 1, te dyshi, es ist 2. Te treshi, es ist 3, dhe nëse i dim të gjitha pra numra deri te 12, që vetëm e themi do me thonë numrin. Përpara do me thonë e fillojmë fjalin me es ist, që nënkupton ora është. E tash,
kur kemi 5 minuta, es ist 5 nach 2. Pastaj, te dyshi kemi 10 minuta, es ist 10 nach 2. Te treshi, si që tham, është pra viertel nach 2, kurse te njëzeqi 20 nach 2. Ose es ist 10 vor halb 3. Tash pra, nuk i kemi vetëm 5 minuta, ju mund të theni edhe 10 minuta kur i keni se është 10 minuta para gjysmës së, dhe me thonë, treshit, tashmë faktikisht. Sepse kur e përmendim halb, ajo veç më nënkupton se kemi mry në gjysmën e orës dhe ajo shkon përtej, dhe me thonë, numrit të cilin don të arri ora. E tash, 10 vor halb 3, ose atë që ju thash në faqen e parë, 5 vor halb. E tash, kur kemi 2, nah e përmendim pra deri te 25 ose te 20, kurse kur kemi halb, tash halb është me thonë kur është ora në gjysëm. Nëse kemi 1 e gjysëm, themi es ist halb 3. Pra nuk themi halb 2, sepse halb kur e përmendim faktikisht ai dyshi automatikisht bëhet mo për neve, për mendimin ton mo 3, sepse ajo kalon ka treshi. Do me thonë, ora 1 e gjysëm është halb 2, 2 e gjysëm halb 3. E tash, kalojmë te shtatëshi, es ist 5 nach, 5 minuta pas gjysmës, përsëri halb, dhe tash, kur kalojmë 2 e gjysëm, atëre bëhet 3. Do me thonë, prandaj draj në vend se në anën tjetër që kishim 2 deri te treshi, ose deri te 4-shi mund themi. E tash, kur jemi te 8-shi, ora është 8, es ist 8 Uhr mund të themi, por gjithashtu pra kemi edhe es ist 20 vor. Pra tash kalojmë mo te 8-shi me vor, pra para, ose mund të themi edhe es ist 10 nach halb 3. Pra kemi 10 minuta pasi ka kaluar gjysmën. Es ist viertel vor 3, es ist 10 vor 3, kur kemi 10 minuta, dhe es ist 5 vor 3. Pra kemi 5 minuta para treshit. Përsëri edhe një herë kemi orën tash vetëm se orën formale dhe përsëri pyetjet vi shpejt istes, vi filua istes dhe kur demi të them dikuj se sa është ora, themi pra fillojmë fjalin me es ist. Ora është. Es ist. Shembull, tash tu këman në këtë faqe i kam bo krahasimin me orën formale dhe jo formale. Dhe me thonë, formale është shembull kur kalon ora prej 12-shit pas dite, nachmittag, në njëshi bo 13, dyshi 14, ose treshi 15 e kështu me radhë, deri te 11-shi ose 12-shi që bëhet 24 ose 23 11-shi. Prandaj, nga pak e kam shpjegu dhe e kam prej se cilës orë nga pak, dhe me thonë kam marë, por e kam bot tash krahasimin, kjo me të kaltërt është pra informel, pra umgangssprachlich, bisedore, kurse kjo tjetra me të kuqe është formel, pra që përdoret në institucion e kështu me radhë. E tash, es ist 8 Uhr, këtu nuk ka ndryshime, themi se është ora 8. Dhe tash, vetëm një gjë duhet ta keni parasysh se kur është informel, bisedore, që e përditshme dhe me thënë dërmet njerëzve, gjithmonë duhet ta keni parasysh se minutat lexohen njëherë e pastaj ora. E tash, kur kemi fiks orën, atëherë normal se duhet ta lexojmë njëherë orën, sepse zeroja nuk lexohet pra në këtë rast. Themi 8 dhe pastaj vetëm jashtojmë fjalën Uhr. E tash mund të themi, e mund mos jashtoni, por edhe nëse jashtoni dhe mos jashtojmë Uhr fjalën që nënkupton orën, pra nënkupton se është ora 8. Tash kur jemi te 20-shi, tash këtu kemi orën formale. Do me thonë, por 20-shi nënkupton orën 8. E tash, es ist 20 Uhr. Pra këtu nuk ka as vor, as nach, as 5 vor halb, as viertel. Kur jemi pra te leximi i orës formale, institucionale, atëherë pra nuk kemi nga as njërën prej atyre që e kem shpjegu deri tash, pra prej tabelave, ato fjalët vor, para, nach, pra pas, viertel, që i kishim qerekun e kështu me radhë. Pra këtu kemi vetëm numrin, këtu lexohet vetëm numri me të kuqe që i kam nënvizu, dhe fjalën Uhr jashtojmë. Pra, es ist 20 Uhr, që nënkupton ora është 8, pra 20 themi, por nënkuptojmë 8-shin. Tash, 9:15, përsëri informel. Viertel nach 9, si thash pak më përpara, njëre lexojmë minutët, 15 minutshin e kemi lexuar si qerek. Qereki pra nënkupton viertel,
Dhe pastaj, pasi që kemi 9:15, si që thash pak ma përpara, se deri te 20 o 25 e japën fjalën nah. Pra, atëre, e lexojmë njëherë minutat, i lexojmë minutat, 15 mund t'i thoni edhe 15, po mund t'i thoni edhe firtël, që në kupton çerekun. Dhe ja shtojmë fjalën në mes minutave dhe orës nah dhe në fund orën, 9. Pra si që shifni, këtë ka e prapa lexohet. E tash, 21:15, e njëjta vetëm se formale. Si do ta lexojmë? Atëherë e lexojmë orën, jo tash minutët, sikur që i lexojshim në mënyrën jo formale, njëherë minutat e pastaj orën. Në mënyrën formale e lexojmë orën së pari. Atëherë e lexojmë 21-shin sikur që dim ta lexojmë numrin 21. Pra, numrat gjithashtu gjermanisht lexohen nga e mbrapa, prandaj njëherë lexojmë 1-shin e pastaj 2-shin. 21. 21 në kupton 21. 21. Pastaj pas orës e vendosim në mes fjalën uë që në kupton orën. Pra, es ist 21 uë 15. Si që shifni, numrat lexohen sikur që dini t'i lexoni, sikur që i keni mësuar t'i lexoni. Pra, edhe një gjë duhet ta mbani në mend, në mënyrën formale, pra duhet ta lexojmë njëherë orën e pastaj minutët, kurse në informale njëherë minutat e pastaj orën. Vetëm se në informale nuk kemi 13, 14, 15. Pra aty kemi vetëm numra deri në 12. Kurse kur kalon në formale prej 13 e tutje deri 24, atëherë më do të thonë nuk vendosim nah, nuk vendosim fo e kështu me radhë. Dhe e lexojmë ka e prapa, pra në informale. Kurse formale, pra edhe njëherë lexojmë orën e pastaj minutat, sikur që dim t'i lexojmë numrat. Pastaj 2:20, 20 nach 2. Pra, njëherë lexova 20-shin e pastaj 2-shin dhe në mes e vendosa nah, sepse kemi pas. E tash, kur jemi te 14:20, e lexojmë njëherë 14-shin e pastaj 20-shin. Themi es ist 14 uë 20. Pra, këto dy pika në mes e lexojmë si uë, orë. Pastaj kemi përsëri informale, 5:25, tash kemi ato minutët 5 para gjysmës dhe 5 pas gjysmës. Pra, es ist 5 vor halb, dhe tash 5 faktikisht më nuk lexojmë si 5 po 6, sepse ora mo kalon ka 6. Pastaj kemi e njëjta orë, vetëm se në mënyrën formale, 17:25, atëherë këtu nuk kemi 5 minuta para, 5 minuta prapa, sikur që e kam shpjegu, por kemi njërë 17 e pastaj 25. Atëherë e lexojmë es ist 17 uë 25. Pastaj përsëri në umgangssprachlich ose informale 7:30. Pra, ky 30 minutë që lexohet si halb. Pra, në vend se ti thoni 7:30, 7:30, megjithse edhe 7:30 mund t'i thoni, nuk është gabim, por në mënyrën informale lexohet si halb dhe ky 7-shi automatikisht bëhet 8 tashmë. Ne e lexojmë si 8, edhe pse e shohim se është 7:30 minuta. Pra, 30-shin e lexojmë si halb, së pari, i pari lexohet pra 30-shi dhe i themi halb dhe në vend të themi halb 7, themi halb 8, sepse faktikisht tashmë kalon prej 30-shit te nalt për ka 8 ora. Tash, e njëjta orë, vetëm se në mënyrën formale, me të kuqe, 19:30. Sikur që i lexojmë 19-shin, e lexojmë pra 19 uë 30. 19 uë 30. Pastaj 10:35. 5 na halb. E tash përsëri 10-shi 11, sepse kemi përmendur halb. 10 uë 35 gjithashtu mund ta lexoni, nuk është gabim, por ashtu si lexohet në mënyrën bisedore, themi 5 nach, sepse tash ka kaluar 5 minuta nga gjysma ora, prandaj 5 na halb, fjalën gjithashtu duke mos harruar ta vendosim para orës 11. Pastaj kemi 11:40 ose 20 vor, se kemi 20 minuta 12. Edhe ne lexojmë ashtu faktikisht 20 në 12 themi. Pra 20 vor 12. Pastaj formalja 23:40, 23 uë 40, 9:45 viertel vor 10, pra kemi qerek para 10-shit dhe 9:50 ose 10 vor 10.
Pra, në këtë mënyrë, nëse i ndjekni shpjegimin, me të vërtet mendoj se është i qartë dhe do të mund ta mësoni. Pra, si formojmë fjalit dhe orën tash, kur kemi ta themi ose ta lexojmë orën. Shembulli i parë, der Unterricht beginnt 8 Uhr. Ora ose mësimi fillon në orën 8. Pra, mësimi fillon në orën 8. 8 Uhr. Po të kishim shembull 20, do të thonim atëherë der Unterricht beginnt 20 Uhr. Shembull 20. Nëse është formale, po të ashtu është një herë 8, dhe me thonë që nënë kupton se është informale 8 Uhr. Der Zug fährt 18 Uhr 10 ab. Pra, treni niset në orën 18:10. Të ashtu kemi formale. Por e lexojmë një herë orën 18, 18, edhe pastaj minutat 10. Pra, 18 Uhr 10. Ab fahren nënë kupton niset. Der Film beginnt 20 Uhr 15. Po, të kishim 8:15 në mënyrë informale, do t'ishte njerë t'i lexonim minutat 15, atër do të themi viertel nach 8, sigur që e pam në faqet ma herët. Kurse këtu është formale dhe e lexojmë orën 20 një herë, pastaj 15 minutat. Dhe shembulli i fundit, ich arbeite von 9 Uhr bis 17 Uhr. Unë punoj nga ora 9 deri në ora 17. Pra, von 9, që nënë kupton para dite, bis 17 Uhr, pra deri pas dite në orën 17. Ja këtu edhe disa pyetje se si mund të pyetni dikujt pra kur është fjala për orën. I themi, wie viel Uhr beginnt, nënë kupton fillon, der Unterricht mësimi. Pra, në sa ora fillon mësimi, edhe pastaj tregojmë në sa ora shembull. Wie lange dauert das Meeting? Sa zgjat, nënë kupton, wie lange dauert, sa dauert zgjatje, dhe me thonë sa zgjat, das Meeting është takimi apo mbledhja. Dhe wann ist die Mittagspause, kur është pushimi i drekës, gjithashtu me wann duam të dim në sa ora, pra edhe wie lange, sa është kohë zgjatja e meetingit, edhe wann, kur, pra edhe wie viel Uhr, pra kanë të njëjtin kuptim që duam ta dim pra për dikujt, ose pra duam ta dim se në sa ora fillon ose sa kohë zgjat, prej sa deri sa. Dhe pastaj përgjigjet normal se cili zgjedh sipas orarit që e ka. Shpresoj që ta keni mësuar orën, leximin e orës, edhe pse duket në fillim i komplikuar, por nëse më ndjekni me vëmendje se si e kam bos qarimin, shpjegimin nëpërmjet, do me thonë, nëpërmjet tabelave e kështu me radhë, mendoj që do të përfitoni nga ky mësim. Pra, abononi në kanalin tim Deutsch mit Makbule dhe do të përpunoj me të vërtet shumë tema, të gjitha temat faktikisht që i përmban A1 dhe deri në C1. Faleminderit dhe një herë, miru pafshim deri në videon e radhës.